Gjesti ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë ditës së djeshme, jo vetëm për aspektin profesional, por edhe për atë familjar. Para lançimit të projektit, ai ka hyrë live në TikTok me bashkëpunëtorin e ngushtë Gimbon dhe mira fansa që po ndiqnin për të festuar ditëlindjen e tij. Nëse fansat prisnin vetëm detaje rreth muzikës së re, gjesti kishte rezervuar një surprizë shumë personale. Për herë të parë kreatiu shfaqe fejuar i motrës së tij Blerinës. Artisti nuk nguroi ta prezantonte atë me shumë krenari para ndjekësve duke u shprehur: "Ky është ëndri." Atmosfera e live-it dhe reagimi i Gimbos, prania e ëndrit e shoqëruar në një atmosferë shumë festive dhe pozitive, bëri që fansat ta ndjekin me kurreshtje live-in e gjestit. Edhe Gimbo e përshëndeti prezencën e tij duke shtuar me shaka: "Erdhi ëndri." Ky veprim i gjestit tregon raportin e afërt dhe mbështetjen që ai ka për lumturinë e motrës së tij, duke i bërë fansat pjesë të gëzimit të tyre familjar. Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë u bë e ditur se motra e gjestit Blerina është fejuar, ndërsa vetëm ditën e djeshme gjesti ka zbuluar fytyrën të fejuarit të motrës. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.